Program që janë paraparë 56 milion euro, për i ty janë 31 milion e qytet. Bartë Madh do të investojmë 4,8 milion euro, Slatin Vogël do të investojmë 3,7 milion euro, Slatin Madh do të investojmë 2,6 milion euro. Faleminderit me qenë se është paraqitja e parë, veç dëshiroj me shfrytëzuar rastin me përshëndet dhe me falendëruar të gjithë qytetarët për sjellje shembullore të gjitha partive në fazën e parë të zgjedhjeve, dhe kjo është një mrekulli edhe tregon çfarë qytetarie kemi në komunën e Fushkallësos. E dyta janë investime kapitale me program që janë paraparë 56 milion euro, për i ty janë 31 milion e qytet, në infrastrukturë janë 17 milion e 300, kulturë janë 12 milion e 300, në arsime 11 milion e 840, në ambient 10 milion e 620, në shëndetësi janë 4 milion euro. Në Bartë Madh do të investojmë 4,8 milion euro, në Slatin Vogël do të investojmë 3,7 milion euro, në Slatin Madh do të investojmë 2,6 milion euro, në Halelaçi Hanz do të investojmë së bashku rreth 3,2 milion euro, në Miradit Poshme, në Miradit Jepënve të dyja të bashkë janë 5,2 milion euro, ndërsa përse nga fshatrat e tjera të vogla janë pak më pak se nga 1 milion euro, të detajuara në programin qeverisës i cili prezantohet edhe për ballotazhin. Sa i përket buxhetit të miratuar, janë buxhete të cilat janë në fazën e dytë. Natyrisht që buxhetet e mëdha kanë ciklin e tyre 2-3 vjeçar, janë miratuar në shumicën shihet që është faza e dytë ose është faza e tretë, do të mbahet, do të vazhdohet sepse duhet të përfundohen, derisa do të ketë disa rividime në buxhet sa i përket adaptimit të programit tem qeverisës në buxhetin vijus. Nëse jo për vitin e parë është përfundimtar, sigurisht për vitin e dytë, të tretë edhe të katërt të qeverisës. Sa përket sheshit Dardania, aty po vazhdojmë punimet, aty kemi parapar që të vendoset edhe infrastruktura nëntoksore dhe gype po vendoset për infrastrukturën nëntoksore. Jemi dakorduar me Bashkimin Evropian me këtë zonë sepse është një projekt që ka të bëjë me kanalizimin dhe shumë korrekt e thatë kandidati zoti Përbesa, mirë po nuk do të prek pjesën anësore, nuk do të prek trotuaret, por do të bëhet në shtratin faktikisht në shtratin e rrugës, dhe ne nuk po punojmë momentalisht në shtratin e rrugës, sepse ekipet teknike i kanë dakorduar ciklet e punimeve që do të bëhen.